krejt që ka bëjnë njerëzit sot, edhe grimsat më të vogla, në përkrahje të agresorit xhelatit, apo në përkrahje të viktimës, të shtypurit, të vramurit. Krejt këto regjistrohen. Ne si musliman jemi të bindur me bindje të paluhatshme se kushdo që bën sa një grims atomi vepër të mirë ka për ta pa te Allahu. Dhe kushdo që bën sa një grims atomi vepër të keqe ka për ta pa te Allahu. Asgjë Allahut nuk i humbet. Të gjitha veprimet tona regjistrohen dhe do të ballafaqohemi me to. Sot njerëzit shkojnë me pushtetin, shkojnë me fuqinë, ndoshta edhe e kanë mbush zemrën me mllef e urrëtie dhe nuk i dhimbsen ata 10.000 fëmijë dhe 10.000 gra të vramë. Ndoshta s'kan ndjenje, s'kan emocione, s'kan humanizëm, por se përderisa janë njerëz ata kanë përgjegjësi dhe këtë përgjegjësi ata kanë për ta dhënë llogarinë për te. Ata do të ballafaqohen me këtë përgjegjësi, nëse s'ballafaqohen këtë botë, do ballafaqohen ditën kur dalin para Allahut xhela. Sikur se kemi thonë edhe në fillim të këtij konflikti, kësaj lufte, do vazhdojmë. S'është më rëndësi ne a do arrim ta ndalim luftën. Shumë është më rëndësi na të përcaktohemi në cilën anë jemi rreshtu. Edhe në luftën e dytë botnore. Edhe atëherë kur ndodhi Holokausti kundër hebrejve të pafajshëm, muslimanët janë rreshtu në anën e të pafajshmeve. Edhe sot bota duhet rreshtohet në anën e të pafajshmeve. Edhe paradoksi i kësaj situate është ai që deri dje ishte viktim e xhelatit, sot është shndruar në xhelat. Ai i cili ka qenë viktim e Holokaustit, sot vetë bën Holokaust. Edhe sa për informat, shumë familjar që kanë vuajtur Holokaustin janë kundër kësaj që e bën shteti sionist në Palestinë përgjithësi dhe Gaza në veçantë. Dhe normalisht edhe ju vazhdoni këtë fushat për krahne, për hapne dhe spaku bëni një gest minimal në përkrahje të popullatës pafajshme në Gaza dhe kundër agresionit që bën shteti izraelit, shteti sionist atje. Allah i madhreshëm u ndihmoft pafajshmeve atje, u ndihmoft që të triumfojnë në këtë luftë, përfundon sa më shpejt ky gjenocid dhe këto masakra dhe të kthehet rahatia dhe qetësia në ato vende